Në një ndeshje të luftuar deri në sekondat e fundit, Egnatia dhe Vllaznia kanë ndarë pikët në një barazim me rezultatin 2-2 në sfidën e zhvilluar në Rogozhin. Kjo sfidë kishte të gjitha, duke nisur nga golat, penalltia dhe kartoni i kuq. Shkodranet e mbyllën pjesën e parë në avantazh fal një goli shumë të bukur të shënuar nga Kallaku. Në pjesën e dytë, Rogozhinasit reaguan duke barazuar shifrat me Jahaja. Në minutën e 73 ishte episodi më kulmor i sfidës, penallti për Vllaznin dhe kartoni kuq për Fangajin. Shkodranet kaluan në avantazh fal golit të shënuar nga 11 metrat nga Balaj, teksa vendasit mbeten me një futbollist më pak në fushë. Egnatia nuk u dorëzua dhe e barazoi sërish, këtë herë me Jaime që ndërgoi topin në rrjet pas një skeme të bukur të organizuar me Aleksin. Kështu mbyllet në barazim 2-2 supersfida e kësaj jave në Abisnet Superiore. Në fakt duhet theksuar se për Vllaznin në këtë ndeshje, pikë dobët ishte portieri gjerman Leon Pols. Pas barazimit 2-2 me Egnatian, trajneri i Vllaznisë Edi Martini tha se merituan fitoren, teksa shtoi se duhet ta menaxhonin më mirë fundin e ndeshjes. Vjen shumë keq për djem sepse u mundun maksimum, lan gjithçka. 10 minutat e fundit dhe duke fituar 2-1 me një lojtar më tepër, kjo është ajo që më vjen keq më tepër se gjithçka. Ne duhet kuptojmë sa e rënd është fanela, duhet kuptojmë mas mirit sepse duhet bindemi që jemi më të mirë. Në ata momente do të jetë shumë më lehtë edhe fitimi i ndeshjes, kështu që duhet punojmë në anë psikologjike me djem sepse sot merituan fitore, në momentet e fundit mushin me menaxhu më mirë lojën edhe më arritë fitore. Më vjen keq sepse sakrifikuan shumë. Tashmë Vllaznia ngjitet në kuotën e 20 pikëve dhe ndan kreun e rënditjes me Elbasanin.